Në nxënësve. Ai foli diçka, po prokurori, kë gjyqtari tha jo për ato nuk pyetëm. Nuk i ka pyet, ajo ka ndodhur. Janë helmu 7.000 nxënës. Ballafaqohesh ball për ball me më famkeqen nga lufta e dytë botërore e këndesh, megjithatë duhet edhe një lloj guximi të jetë aty. Zoti Bajrami, cila ishte ajo ndjenja kur e shihni përballë një njeri që në supe ka mija viktima gjithandej nëpër gjithë territorin e Jugosllavisë, nga Kosova e tuti deri në Sloveninë. Të drejtën unë vetëm kur kom hi në fillim se kom pas përballë në hyrjen se ai ka pas tjetër hyrje, unë tjetër hyrje. Ne për dëshmitarët të gjithë kanë pas tjetër hyrje në Hog. Vetëm kur jam hi fillimisht e kom shiqur edhe mos kom pas punë me të, s'm ka interesuar absolut kush është aty. Edhe nuk ka pas aty kur far absolut nuk e kom respektuar kërkon përveç këtij prokurorit dhe një prokurorje femën. Veç këta dy. Për tjerët as gjykata s'm ka interesuar absolut kush janë, sepse ishin edhe unë nuk isha as i burgosur, as fajtor, por isha dëshmitar. Dëshmojsha për krimet që i ka bë ai që ish aty para meje. E jo vetëm Mitrovic, por në barë Kosovën, edhe ma gjerë se në Kosovë. Pa du trembur syri? Jo, absolut. Absolut. Në herë kom shiqua dhe mos më ka interesu heq kush është aty. Absolut, sepse e kisha këtu ato që e kom përjetu 30 vite me radhë. Po. Dhe nga gjitha ato ngjarje që i kishit dëshmuar, natyrisht a mendoni që u morën pjesë, a u morën parasysh nga gjykatësi në atë moment që u morën, që u regjistruan ato? Unë mendoj se me përjashtim të një pjesë shumë të vogël, edhe ajo është një dokument që pas lufte është gjetë në komunë, një regjistër që kanë pas me emrin mbi emrin që kanë pas me u përshkatu, me përjashtim që ati dokumentit, të tjerat... Gjitha tjerat ishin marrë parasysh, ishin marrë si prova, materiale. Të gjitha, prova materiale. Ato e kësha marrë për i tjetër kujt, ajo kështë gjithë në komunë, nëse ata, se jo, aj po ata, edhe ma kanë dhonë mu, edhe ato nuk e ku morë për me prezentu në Hog, po e ku morë për me posti dokumentacion për ma vonë, po erdhë koha, edhe fati, edhe u prezentua dhe janë Hog, saj aty i gjejke do gabime si pas ti gjusore, se nuk shkruash të serbisht, nuk bodër të, e ka shku në shqiptar, me përjashtim që ati dokumenti, sepse i në konë faktografi. Po, ne po flasim për një periudhë 10 vjeçare. është fotografi, faktografi atë nuk ka diskutime. Ato është 99 ish. Pas ta edhe pas lufte. Ato masakra që ndodhe Mitrovic. Po, një nga momentet që e kishit dëshmuar në atë periudhë kohore është ajo çfarë njihet si sakrifica nga më të mëdhajat, por edhe si heroizmi më i madh. Masakra e jasharëve në Prekaz, ku ju kishit qenë në afërsi, natyrisht duke tentuar ta faktonit edhe duke tentuar ta raportonit atë kohë për mediat, që ka qenë shumë problem zoti Bajrami që të bëhet për arsye se Kosova ishte futur veçmë në luftë, në ndërkohë që komunikimi ka qenë shumë i vështirë. Nëse jeni një memorie gjallë, natyrisht do të përpiqemi që në këto momente ta evokojmë atë kujtim. Kujtim që edhe pak natyrisht vjen tek pjesa e përvjetorit, vjen tek Marsi. Po, edhe ato e kom rjetu drejt për drejt edhe... Si kujtoni